Përshëndetje, ashtu si që premtuan, më në fund pas pakosh, unë kam në studio profesor Pullum Pilinqin, i cili nuk del në media, tash më ka zgjedhur të ketë rrjetet e tij sociale dhe përditshmërinë e tij të komunikimit me shqiptarët. Pas shumë kërkesash të mia dhe këmbguljes të pafund, profesor Pilinqi pranoi të ishte këtu në studion e CNATV-s, por përpara se të filloj me një hyrje dhe një prezantim, profesor, po flisnim për Korçën dhe për Pogradecin. Cila është specifika e aty qyteti dhe çfarë nuk të pëlqen në Korçë? Unë duke qenë korçar, një kritikë dhe një gjë të mirë për qytetin tim. Kritikë nuk mund të them, por vetëm mund të them që Korça ti je i ri ndofta. Korça dikur qoshe para 150 vjet qoshe Parisi. Sepse Korça ka qenë kultura dhe në Korçë për herë të parë janë bërë kapelat e Republikë edhe janë transportuar në Paris. Korça është e kulturës, por Korça është dëmtuar edhe 46 vjet nga regjimi komunist, edhe 35 vjet për arsye se Evropa nuk ka deshur që të ngrihen intelektual. Gjithmonë e ka mbajtur me ignorancinë. Pra, Korça çfarë nuk ka, të gjitha të mirat, klimën e ka, njerëzit intelektual, shkolla e parë që është hapur, liceu, domethënë. Sot ku shkon në Korçë, çfarë shikon specifik? Ose çfarë të pëlqen? Mua në Korçë më pëlqejnë shumë gjëra, por nuk më pëlqen sepse Korçën e ka lënë shumë mbrapa. Për arsye se korçarët, sidomos devullint, janë shumë punëtor, i kanë lënë mbrapa, nuk i lënë të punojnë, për arsye se drithin, frutat, zarzavatet i sjellën nga Serbi. Korça mban rekord për moll, i hedhën në Garbiç, mban rekord për patate, mban rekord për çdo gjë. Korça ka qenë ambari i Shqipërisë. Sidomos 4 fermat e Korçës kanë qenë Orman Pojani, Nixhaveci, por Korçën e kanë dëmtuar shumë, sidomos edhe Maliqin dhe Korçën. Shkurtimisht kanë dëmtuar inteligjencën e Korçës. Të ndërpres dhe të bëjmë një bisedë pak ndryshe. Ashtu si thash, juve dini një studio pas pakosh, për te humorit, apo nga çmimeve që ndodh shpesh, ju keni shpallur qeverinë tuaj teknike, jeni vetë shpallur kryeministri i Republikës së Shqipërisë, një qeveri teknike apo tranzitore, që të jemi saktë në teknik. Qeverisë teknike. Ne do të trajtojmë në bisedë së bashku shumë çështje, pavarësisht njëjve të mia, për shembull po të them Ramën me Berishën apo Metën, është era e parë që ne ulemi në një intervistë dhe me një stil tjetër, sepse për te stofit të një politikani jeni një personazh krejt ndryshe nga këta klasikët tanë që ne mësuar. Dhe unë do të filloj ne do të trajtojmë tani në këtë intervistë disa pika, do të filloj nga politika. Jeni shpallur kryeministri i qeverisë teknike. Mbi baza ligjore dhe kushtetuese mund të vetë shpallet njeriu kryeministri, se mund të dalë dhe unë të them kam këtë qeverinë time, jam kryeministri i Shqipërisë. Ti ke drejtë që më bën këtë pyetje dhe mua që është e vërteta më bëhet qefi për t'ia shpjeguar edhe një herë popullit shqiptar. Unë për herë të parë jam shqiptar, me qindra mira vjet. Për herë të dytë, unë kam edhe një emër parti, quhet Partia Shpresa Demokrate. Ka qenë ndonjë në zgjedhjen shqiptare kjo parti? Jo. Është bërë në 2001 me gjykatë. Po, normalisht. Pra është regjistruar, po s'ka marrë pjesë në zgjedhje. S'ka marrë pjesë për arsye sepse unë e kam ditur që Shqipëria do rrit 32 vjet. E kam ditur që më 90. Unë kam qenë 90. Po është firmosur për 32. Pra, qeveria teknike kam krijuar unë s'pyes as Berishën, as Edi Ramën dhe as njeri. Unë kam të drejtë, dhe çdo shqiptar ka të drejtë, nëse shqiptarët e duan një diçka, unë kam drejtë të ngrej qeveri teknike. Po qeveria teknike është ngritur me qëllim për të rrëzuar këtë qeveri. Për të rrëzuar Edi Ramën. Edi Ramën. Misioni ju është i qartë, po dhe Sali Berisha. Ju kam dëgjuar në një intervistë që keni thënë ne jemi ata që kemi përgatitur Sali Berisha dhe kemi sjellë. Unë jam ai personi, pse thash. Po pse sot po rrëzoni Sali Berisha? Është puna që unë kam ardhur me 90-ën me 23 nëntor. Ne hapëm ambasadat, se thonë Mileti që kemi hyrë në për ambasadat, që s'është e vërtet. Ky Rami Sali e ka ardhur në Amerikë për 7 ditë. Në Amerikë e kemi bërë plan, e pregatitëm për Ramizin, dhe Ramizi i hapi ambasadat
por i hapi Amerika që s'u vra asnjë njeri, që do vriqin shumë njerëz. A herë mua më lajmëroi, kam erdhur në 90-ën, unë kam dalë në televizor në 90-ën, televizor shqiptar, dhe ja kam shpjeguar shqiptarëve realitetin, çfarë do ndodhi. 5 partitë që krijoi Rami Salia janë gjallë, krijovi partinë Fronti Demokratik, që quhet sot Partia Demokrate, e ka ndëruar Rami Salia për 5 minuta emri, se i quhej Partia Socialiste, Partia Sabrigotos, Partia Republikane, Partia Gjinushit, Partia Socialdemokrate. Ishën 5 parti që u krijuan në Serbi. Si në Serbi, profesor? Po, u formuan në Serbi partitë nga serbët, sepse Rami Salia, Nexhimi Hoxha dhe Sabrigotova kanë qenë kokat e Miladin Popovićit dhe Dushanit. Mugoshës. Të ndërpres të ikim nga pjesa historike të vim të aktualiteti. Një pyetje drejt për drejt. Cilën nga ministrat aktual të Edi Ramës do të merrin në qeveri në tuaj? Cilën nga ministrat do të zgjidhen, ose kë nga ministrat e Ramës e shikoni me sy pozitiv që vlen? Absolutisht asnjë. Për 35 vjet nuk do ekzistojnë asnjë nga këta që kanë qenë në qeveri më. Këta më vjen shumë keq që e them para publikut, po këta burgun e kanë pak. Shkojmë tej. Nëse Rama nuk refuzon të jap dorë që nëse dorëzoj karigën e kryeministrit, çfarë do ndodhë? Ramën ne kemi... Se ka 13 vjet pushtetës, po e dorëzon dhe po tregon që Ramën ne kemi në dorë. Daç Ramën e daç Sali Berisha. Sali Berisha është në opozit, por Rama s'pranon të jap dorë që nga kryeministri. Për të protestave apo qëndrimit tuaj. Sot kryeministri Sali Berisha nuk është Rama. Rama është kuku. Sepse ju jeni të rinj, pavarësisht se ti ke në politikë, je larguar për disa kohë në Gjermani, por politika në Shqipëri është krijuar dhe është firmosur për 32 vjet të rikshëm. Jam dakord. Rama është kukull e Saliut? Rama është kukull e Saliut. Këtu është Gjinushi, para Ramës, është Ceka. Rama është i fundit. Rama është sjell nga Parizi, nga rrugët e Parizit. Po e ka thënë Fatos Nano atëherë, solla me thënë të prerë nga... Është e vërtet. Atëherë, në rast se do të merrni pushtetin, cili është premtimi i parë që do mbani? Ditën që hipni në karige, cili është, po themi, dokumenti që do firmosi? Se gjithë kryeministrat sa hipin thonë ky vendim, cili është vendimi i parë që do firmosni ju, si kryeministër? Ne si Shpresë Kombet kemi një program, dhe programi që kemi është 51 pika, do zbatohet. Ditën parë, unë po i them para publikut si Sali Berishës, Edi Ramës dhe këtë klyshve të tjerë, do kenë fatin të jenë në burg këto ditë me këtë regjim. Ditën parë... Shpo ka qeveria me burgus, të futë burg qeveria, të futë prokuroria e timit. Si më të futë qeveria në burg, se Enver Hoxha të futë në burg, komunizme, nësë do bërë diktaturë. Këtu je një intelektual, por pavarësisht se jeni mësuar me këto fjalët e këtyre, njerëzit i futën në burg. Në këtë mënyrë, Enver Hoxha i fuste me dru, dhe Enver Hoxha i fuste familjet më të mira, i vravi, i intrenovi, i burgosi. Kurse 35 vjetë zotni, këtu janë spionët e grekve dhe spionët e francezve në qeveri, ju e shini vetë e me këtë beqira, këta kanë miliona $. Burgun e kanë shumë pak. Jam dakord, po si do futen? Si do futen? Në fillim sepse këtu s'ka prekurori, as gjykat. Këtu 95%. Do ta diskutojmë më poshtë spaku. Ti ktheni akto me kafë politike. Jam dakord. Do të sot se ti the si do futen në burg. Burg i fut prekuroria dhe i gjykon gjykatarit. Po këtu 35 vjet është marrë nga rruga, duke pastruar o duke qenë dykur, edhe bin prokuror me falso dokumenta. I zgohet dhe prokurori i përgjithshëm që ka qenë këtu, që sot ndodhet në Itali e do vi shumë shpejt tu, ai ishte mbaruar gjimnazin. Ai ishte prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë. Për arsye se i kishte emëruar Sali Berisha. Shkojmë te dhe dorim pak te politika. Në rast se nesër do duhet të bëni një koalicion qeverisës, a do ta merrni, po them, Sali Berishën në qeverisë e Partinë Demokratike? Sali Berisha, Edi Rama, para se të shkojmë ne në zyrat, atë janë brenda. Dhe Shpresa e Kombit që jemi ne,
shqiptarët duhet ta dinë mirë, ne e vërtet e vumë një parti emër, pa nuk është parti. Kjo është shpresa e kombit. E vumë parti si pas regullës Pra s'ka koalicion as me Berisha as me. As koalicion. Ato dy partita ta di shqiptarët, të dyja partitë nuk do ekzistojnë. Po me agroshen për shembull me këtë lëvizjen, se ai është dhe mbështetësi protestave, thuaj se ka të njëjtat kauza. Me qenë se e zure protestën, Do ta trajtojmë më gjatë. protestën e kemi filluar ne. Edhe ne kemi organizuar. Po agroshen është në protest, Jorita Tabaku është në protest. Agron Sheu, Lapi, Qorri, ata janë bishtat e Sali Berishës, e të Edi Ramës. Pra Po arsye, Qori është komunist, Lapi, ky agroshen është kapitalist, si shkojnë. po s'është kapitalist, nuk mund bëhesh kapitalisti brenda disa vjetëve. Ai nuk është kapitalist. Të gjithë njerëzit që kanë erdhur në Shqipëri janë të dërguar nga spionazhi për të bërë diçka në tokën e Shqipërisë. Ai s'është Po fakti që janë protestat që keni organizuar ju edhe agroshen dhe Jorita Tabaku, çfarë kërkojnë në këto protesta këta njerëz? Këta Mos vend- kërkojnë të marrin postin në qeveri, nesër atë marrin meritat e Ta protestës. vend, pra arsye, ne krijuam protestën, deri në datën 13 protesta ka qenë me qindra mira vini njerëz. Po. Mbas 13-ës, që ne shëgojmë çfarë do bëhet, u fut Sali Berisha me Edi Ramën. Aty është Edi me Salin në atë protest. Ti shëgoj kush është në protest, njerëz pa shkollë, njerëz të futur, të sjellë, vetëm thresën Sali Burg, Edi Rama Burg. Po nuk bëhet. Është në ta tezë që thoni juve, edhe ju kështu thoni, sa të vinë pushtetet dhe Berisha në Burg edhe Rama Burg. Ne Se kjo është thuajse. ne e themi ndryshe, sepse ne nuk futet njëri në burg kot. Dakor. Ne futëm në burg ata që kanë vjedhur miliona dollar, zotni, ti je në Shqipëri, këtu kanë bërë qameti. Këtu është dosja 97-ës që është mbaruar. Këtu është dosja e 21 janarit. Këtu është dosja e piramidave. Këtu është dosja e Gërdecit. Këtu është dosja e naftës. Pra Shqipërinë e kanë coptuar të gjitha. Mendova, profesor, se jemi sërish live, mendova se në sabotuan, po në fakt ta të regjistë të falin për reklamat, se kanal në lekëve. Tani, profesor, ndërkohë që pashe reklamat, unë kisha përgatitur një pyetje për ty dhe më pas do t'i kthejmë kësaj çështjes të turizmit, por e para, ka dhe dy eksponentë socialistë që unë i shikoj në protestë, Erion Braçën dhe Elisa Spiropalin. Kjo e fundit ka qenë drejtoresh doganash, ministre, Erion Braçë zëvendës kryeministër. Edhe këta prezencë Agron Shea apo Jorita Tabaku në protestë, apo mbështetës të protestës në prarim dhe kritik të Edi Ramës. Si lexoni këta dy personazhe? Shqiptarët e din fare mirë, Spiropali, unë e njoh me dy mishë. Më ka ardhur në zyrë Spiropali, Në Amerikë? jo këtu. Unë kam qenë Është era e parë që e tregoni këtë? Si ngjarje? po herë e parë po e tregoj ty. Unë kam qenë misioner gjithmonë këtu. Ju lutem, më fal, regjia atë foton e vjetër të Elisës, ju lutem pak kur ka qenë te mjafti, se këtu e keni nxjerrë si Madame Butterfly. No, më ka ardhur dhe mua Spiropali, ish kryetari i bashkisë, Vilia, dhe Ka qenë dhe Erion Velia, zonë tyre, në vitin edhe 2000. korçarja jote, Kush? Floka Çorela, Olta Gjaçka. Olta Gjaçka më kanë erë të tre, unë kishe edhe në hotel Rogen, sa ishte mbaruar. Rogneri. Okej. Sa ishte mbaruar, se unë thrisnje të rinjt për të futur, se unë dijen se qa po bëmi. Unë gjithmonë shpresat i kam batë këtë rinjt, edhe më kam Pra, erë. Elisa ka ardhur në zyrë bashkë me Erion Velia dhe me Olta Gjaçkën. Të tri. Mund të më tregosh më tej? Më kanë erë dhe u thashë të fillojnë organizimin, sepse unë shpresat i kam batë gjithmonë këtë rinjt. Pra, po më thoni që ju jeni dhe ideator dhe themeluesi mjaftit? Jo. Sa ta kanë qenë të mjaftit? Para se të fillonin mirë, mjaft. Se kështë filluar mirë. Se Velia thot, kam qenë në shkollë në universitet në Amerikë, që s'ka qenë kur, universitet. S'ka qenë universitet në Kur Shqipëri? asnjë. Bilem, A i del që ka bërë një kështu si... Bilem, profesorin e ti kur erdhi këtu, ne kemi arrestuar, se i pagovi $1 milion, që të thoshte kam qenë në Universitetin e Chicagos. Në sekondë, kjo është... Se kjo është akuzë shumë e rëndë. Po nuk është akuzë, Po është profesori që është arrestuar, si është arrestuar? Dy profesorët kanë erdhur nga Chicago, i lajmëroi ky që dëgjoja unë kam mbaruar Universitetin në Chicago, domethënë Velia. Velia ka qenë në Amerikë për sa kohë, ka punuar, bazboj, po nuk ka qenë asnjëherë në Universitetin e Chicagos. Mirë, dakord, unë si gazetar Po nese. denoncojmë nga këto fakte se e unë kam nuk di këto fjalën fakte. dhe Spiropali. Dhe ne jemi të gatshëm si redaksi, zotit Veliaj, profesorëve ti t'japim
T'i japim hapësirë, t'i japim qëndrimin e tyre përballë qasjet që ka profesor Pilinçi, por ai ka të drejtën e tij të flasë. Do të thotë që kam dalë dashis Spiro Pali është një vajzë intelektuale, është socialiste, se ndryshon, ka filluar ka kohë, por si që thash më para, dy partit, PD dhe PS nuk do ekzistojnë me këto partit që janë, që është qëllimi i Spiro Palit, e kuptovi se Edi Rama e një mirë, pa marësi se i thoshe Skënderbej ato janë lajkat e saj, se milionat që ka fituar kur ka qenë drejtoresh, janë miliona dollar, por Spiro Pali e kuptovi, mosha është e re, më ka dëgjuar mua vazhdimisht që unë kam shpresat këtë rinjt, nuk më intereson se që në parti ka qenë, më intereson... Je i gatshëm të kesh një derë për Elisa Spiro Palin? Jo në parti. Jam i gatshëm për të ndihmuar, të mbështetur të rinjt, qose është e zonja në shkoj, por përpara se të hyj në themelin e kësaj që ja si ka qenë në vitin edhe këtë veshje ka patur kur më ka erdhë mua. Në zyrë? Ja, e bilem ishte më pisë se që do dhe sot. Shikojni tani në të mirë dhe pak foton tjetër, me ndryshon dy foto që profesori të komentojë ndryshimin. Urdhoni tani. Do me thënë, parat e gjakut të shqiptarëve, që punojnë si slevë edhe policia, kurse kjo zonja bëhet të aperim me parat e shqiptarëve. Unë jam i bindu... Unë jam pro estetike së zonjave, kështu që ta lep të pjesës tua që të më intereson kombi, nuk më intereson se kush pastrohet e kush udiset, më intereson realitet kjo, se ke parat tënde ti inshallah veri një kokë të re. Por me parat e shqiptarëve, që deri di ajo s'kishe buk të hante, pra ajo do të ketë pak burgun. Shkojmë tej, profesor. Për Erion Braçën s'më the asnjë fjalë. Për Erion Braçën unë e kam parë vazhdimisht, ai ka kohë që është deputet, është deputet, por shkurtimisht shqiptarët ta dinë se si Erioni, e si kjo zonja, që kanë qenë 1840 deputet për 35 vjet, nuk do ekzistojnë me as të parti, do kenë fatin të jenë jashtë burgut. Do kenë fatin të jenë jashtë burgut. Gjatë kohës të publicitetit, pam një reklam për turizmi, Sky Sporti në jug të Shqipërisë. Dua të pyes për të momentin e turizmit në Shqipëri. Kemi një ministër turizmi dhe kulture që quhet Blendi Gonxhe. Cili është mendimi tuaj për ta dhe për situatën e turizmit në vend, që në fakt si vjet duket që të ketë një rënje të konsiderueshme. Blendi Gonxhe do thuash ti po për tërë këta burg do t'i futesh, do futen. Blendi Gonxhe ka e mban burgun sa është kishte dorë kështu. Ka fatin që është gjallë. Ka fatin që është gjallë? Që është gjallë. Pse? Për arsye se ky mbyti Tiranë. Po ka qenë në këtë ky mbyti Tiranë. Jo, e mbyti Tiranë, hapi portat. Hapi portat e liçenit. Ka lovi në Greqi, ky ka vjedhur jashtëzakonisht. Pra këta janë një grup që do kenë fat të jenë në burg. Për arsye se kanë dëmtuar Shqipërinë. Shqipëria zotni do filloj si në 10-ta. Do filloj nga e para, do filloj një intelektualit të jenë jashtë, si për shembull fëmijët tuaj, si ju personalisht. Kush nuk ka bërë dëm në këtë kombë, ata do të jenë udhëheq sot në Shqipëri. Meqense ishim te turizmi dhe te peshkimi, çfarë ju thot Gjergj Luca, se ju pyeta edhe pak shqiptari? Se dhe ky Luca është simpatik në ato daljet e tij, sulmon protestën, është debatues me ministra, me zyrtar. Urdhra. Luca ka filluar si Ilir Meta. Hyp maj mureve. Si maj mureve? Unë Lucë personalisht nuk e kam takuar, ka erdhur të më takoj mua me një restorant, po nuk e afruan barigardët. Unë papën e Lucë e njoh. Është një aktor i nderuar, ai vetë është nga një familje e nderuar. Unë nuk e njoh si aktor. Unë e njoh në 90-ën, kur unë kam erdhur me emision këtu, që u bëm parti dhe unë kam dalë në televizor, po unë dola në shtëpinë e kulturës që kanë bërë rusët. Dhe babën e këtij mua ma ka dërguar Amisalia. Dhe unë e kam në foto të incizuar në 90-ën. Tash do rim te Gjergji, nuk do merrem me drejt. E kam fjalën, ishte burrë zotni dhe unë babën e këtij kam ndihmuar me fond. Po, shumë mirë. Diçka që më thatë për Maliqin. Doni të më thoni live? Kur të pyeta për Lucën për Maliqin? Luca ka marrë një biznes në Maliq.
Ish kombinatin e sheqerit. Ajo është e Pilinçave, e familjes time. Është puna tuaj? Po ta gëzoj, unë s'kam nevojë për pronë, se familja ime ka shumë prona. Në familjen tonë është bërë familja ferma e Nijavecit, ferme e Orman Pojanit, në tokën tonë, dhe kalaja Maliqi lartë është kalaja e Pilinçave. Po s'jam për të marë, t'i gëzojnë shqiptarët çdo gjë që Për ka. te këtyre emrave që morëm, ju lutem heqni foton e Lucës dhe tash do kaloj tek marrëdhënia ndërkombëtare. Pas pak më bëni kur të dalim me reklamë, më mjoftoni këtë radhë, ju lutem. Ju shpesh keni thënë se keni një komunikim të vazhdueshëm me zyrtarët amerikanë. Me zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për shembull keni përmendur diku dhe Antony Blinken komunikimin me telefon. A keni të njëjtat komunikime sot? Dhe cilat janë marrëdhëniet që keni me SBA-n konkretisht? Unë po e them shkurtër dhe troq. Unë jo e njoh, po kam patur shok. Blinken. Por unë po e them shkurt, troq dhe shqip po flas. Pilinçi ka 50 e ca vjet në Amerikë, që më 74. Pilinçi ka punën e tij dhe kjo do të thot një fjalë si mburrje. Unë nuk pyes as presidentin e Amerikës. Amerikë janë të ndara e sapet, janë ka president, ka senator, ka kongresmen. Jo, më ka bërë përshtypje sepse shpesh thoni Antony Blinken e kanë pasur shok. Po me Marco Rubio apo me administratën e Trumpit, se këta kanë qenë të shkuara. Me administratën aktuale që bëhet, cilat janë kontaktet tuaja konkretisht? Unë këtë po e sqaroj. Në Amerikë e njëri përsëri ta din shqiptarët, ka president, ka senator, ka kongresmen. Po punët në Amerikë janë të ndara. Janë të ndara, kongresmeni shpërca vjetik, presidenti po ashtu, po ka organizata që mbrojnë kombin e Amerikës dhe kombin botror. Pra Pilinçi është me një punë që me një punë shumë të rëndësishme që unë nuk marr as urdhër nga kush, unë jap, jo marr. Pra unë i njoh e presidenti, unë kam lojt golf me atë dikur para se të bëshe me presidentin Trump. Po unë jam republikan, ne jam nga republikan puro, dhe presidenti që ndodhe sot, ai nuk është republikan. Ai ka qenë demokrat. Pra, po s'ka rëndësi ajo, s'ka rëndësi fare. Ka rëndësi që Pilinçi ka kompetencat. Profesor të kompetencat të ndëry, keni bërë disa deklarata të forta për ndryshimin e kufive, rikthimin e Shqipërisë në artën historike. Ne jemi vend antar i NATO-s, vend që synojmë ty në be. Nuk mendoni që këto deklaratat të tilla mund të shqetësojnë, mund të japin pasoja për integrimin, pasoja se ne jemi antar të NATO-s? Si do kthehet Shqipëria në kufit natyrale? Se ju thoni do bëjmë Shqipërinë e madhe. Është një term që kjo shqetësim të aleatët. Shqiptarët duhet ta dinë mirë, 1922 ka ardhur presidenti, ambasadori i parë amerikan në tokën e Shqipërisë. Këte ka sill familje me gjyshim, ka qenë me të njëjtin universitet. Pra, qajrë është bërë plani, e nxjerr planin tash, qajrë është bërë plani për të bërë Shqipërinë me kufi natyror. Po Shqipëria nuk pati fat, sepse u hap lufta e dytë botërore, Churchilli me Stalinin, e filmosi dhe dha, po ti nxori dhe NATO. NATO nuk e ka futur as Berisha dhe as Nanua. NATO e ka futur Bushi dhe unë personalisht jam duke. Keni pasur lidhje me presidentin Bush? Ose unë kam me presidentin Bush, unë e ka patur si familje. Dhe presidenti Bush më ka pritur në Amerikë kur kam vajtur. Po shumë më mirë. Dhe presidenti Bush është shqiptar. Shqiptar? Nga Fushkruja. Nga Fushkruja? Prandaj dhe bëri atë vizit. Se vajti, edhe duhet ta di shqiptar, sa diti shqiptar, për arsye se kur erdhi Bushi, president ishte Berisha, më falni Mujsiu, dhe kryeministri ishte Berisha. Ti e di fare mirë se ki qenë në Evropë. Nëse vjen një huaj, një president, duhet ta shoqërojë presidenti o kryeministri. Ai nuk i pranoi as atë, as atë. Ai vajti në shtëpinë e tij dhe unë kam qenë personalisht në Fushkruj. Kjo është një lajm që ne e bëjmë për herë të parë, apo e keni artikuluar dhe më parë takimin vizitën e Bush. Sepse dua të falenderoj dhe për lajmet dhe për lajmet ekskluzive që i lutem stafit dhe redaksistit ndaj dhe tipikal. Çdo gjë e them janë të fakte këto, nuk janë Tani, profesor, që t'i japim ritëm, shkojmë tek aktualiteti. Si e shikoni punën e SPAK-ut
Dhe a keni pasur në një takime drejtues të saj apo bashkëpunëtor të tyre nga SBA-ja ose nga lidhjet tuaja politike? Unë si që kam të thash që përpara, SPAK-un e ka krijuar Amerika. SPAK-un i mori përveshit gjithë një nga një, ti di fare mirë, 140 deputet vajtën kokullur dhe firmosën ambasadën që është në rrugën e Elbasanit. Pra SPAK-u u bën nga Amerika, paguhet nga Amerika, është trenuar në Amerikë, të gjitha të SPAK-ut që i ke aty, por paguhet nga Amerika një rrogë shumë të madhe. Po ashtu marrën dhe para edhe nga gjaku i shqiptarëve, sepse ata marrën mbi $10.000 plus 2.000 ekstra, 12.000 plus marrën për shoqërimin e familjes, do me thënë Amerika paguan para jashtëzakonisht. Unë po e them hapur para shqiptarëve, Amerika kudo që vete për interesin e saj, kurse në Shqipëri vete për interesin e shqiptarëve. Amerika paguan dhe nuk merr në Shqipëri. Amerika është plani që Sa na mori $302 milion jo, për armatimet. E ke shumë gabim. Sa u bë marrëveshja në parlament para një jave, profesor. E përshëndetet e departamentit të shtetit. Ti ma përmendje shumë bukur më këtë. Se ky është fakt. Ti ma përmendje këta e bën edhe tepër sekret, e bën që s'është e vërtet. Çdo ministria që ashtu e mbrojtjes, me ministrin e mbrojtjes të Amerikës bëjnë kontratë shkëmbimi për para, por nuk është tepër sekrete. Ta marrë ka vesh sekrete Agron Sheu ose Ali Berisha. O Zot, ku ka ndodhur? Por nuk janë sekrete këto, i bëjnë këta të madhe dhe me që e kanë me Amerikën. Zotni, Amerika ka që kur ambasada nuk del, ka 2 vjet, është prerë rrogje. Një pyetje direkt. A një nga ambasadorin e ri që vjen, është i cili ka marrë mandatin në Senat dhe në Kongres, në shtator pritet të vi? Se ka marrë akoma. Jo, ai general, e njo fare mirë, e general, prerë parë do vi ambasador tu, me mërë e them prerë të dytë. Se i pari, ishte ai pari që erdhi nga... Limprekti. Jo, s'ka qenë Limpreti, i pari. Rajsoni. Kemi qenë në Hotel Dajd, unë kam patur 100, ai ka patur 200 dhomat, me ambasadore e parë të Amerikës ka erdhë. Pra, ky është general, ky është serios, ky dy, po o jo. Erik Wendt? Ja, është general. është me pensionist. Por, akoma, nuk është vendosur 100%, por ambasada është këtu. Nenci është ambasadore, pa marrësi se ju e quani, se kam fjalën për ty, po këta të qeverisë e quajnë s'është ambasadore. Është një rregull në Amerikë. Ajo është ambasadore, ajo është shumë e aftë, Biliem është me aftë se juri tim. Tashi do të mbajtë të SPAK-u dhe të SBA-ja. Erion Velia ndodhet në qeri prej më shumë se 1 viti, po nuk gjykohet. Ka ndonjë lidhje Amerikë-SBA për burgosin e tij, SPAK-u, SBA-ja, prokurorët, drejtësia në Shqipëri? Se ju më thatë ka që në zyrën time shkolla treguar gjëra që... Disa nga këta është një numër i ekstra, se i thonë, mbi 20 veta që këta duhet vinë në burg në Amerikë. Si Sali Berisha, duhet ekstradojnë SBA-n. Si Sali Berisha, si Edi Rama. Ju bëni gati Guantanamo. Urdo? Do t'ju bëni gati Guantanamo. Jo në atë mënyrë, por do venë në burg, nuk janë vetëm ata, po ka dhe pjesëtar nga SPAK-u, që duhet shkojnë në Amerikë në burg. Pjesëtar të SPAK-ut në Amerikë në burg? Për cilën arsye, profesor? Për arsye se 3 kryetarët e SPAK-ut që kanë qenë, nuk kanë bërë punën e dur, kanë fshehur dokumentat, sidomos Kraja. Arben Kraja. Çfarë ka bërë Arben Kraja? Arben Kraja i nxjerr vetë Berisha. Arben Kraja ka hequr janë dosjet duhet ishin përfunduar, arrestimet, e mori Dumani, të njëjtën ka bërë dhe Dumani, që ka një program, e mori Braho. Po kërkon Braho tash ka ardhur vjet në vjetor. Ka ardhur tash, ka 7 muaj. Bravo atje ka qenë, por Bravo ka bërë gabim, sepse unë jam pro SPAK-ut, sepse e njoh fare mirë, e njoh dhe dhëmbët si i kanë, e di si kanë firmosur në Amerikë, gjërat, si që thash përpara, që Amerika ka State Departament si ministrin. A ka fuqi ministria e jashtme këtu në Tiranë? Kush e ka fuqin? E ka? Pa ka Edi Rama që fuqi ka dhe të jashtë, ka njeri po fështetu. Jo, po ka fuqi Toni Gogu të këto ministrë drejtësie. Çdo ministri, zotni, çdo ministri jashme, çdo vend të botës,
është për haps, do me të njapë një zarf dhe fillon flet. Pra janë të tjerë organe që mbajnë kombin. Pra është fjallë shkurtimisht që Spaku, unë e kam deklaruar dhe dje, dhe sot do të deklaroj, nëse Zoti Bravo nuk arreston urgjent zëvendës kryeministre, ai do arrestohet. Do arrestohet Teodor Bravo, po nuk arrestohet Belinda Balloku. Po arrestohet jo vetëm atë, Salin, Berishën, djalin e Berishës, vajzën e Berishës, Edi Ramën, gruan e Edi Ramës, edhe shumë edhe atë zotin që manxoren përpara këtu. Blendi Gonxha. Është një numër shumë i madh. Se Erion Velia është në burg këtë s'mundesh. Kthehemi te një detaj tjetër, profesor, dhe vazhdojmë asaj. Ti më thes që e keni organizuar ju protestar. Kryeministri ka thënë që ka dorë Irani, CIA, agjenturat e huaja. Irani s'ka dorë. Nuk ka dorë Irani. Fare. Po kush ka dorë në këto përveç këtyre futjeve të Saliut? Agjenturat huaja. Ne organizuam që në fillim. Pra e ka bërë amerikanët. No. Ka bërë ky personi që është këtu. Pra, ky personi që ka bërë të akuza kryeministri? Urdhë, këto i ka bërë akuza, do me thënë kryeministri, për të mbuluar, për të shtyrë, se qëllimi i demonstratave që po bëjnë tani, është që të bëjnë zjarë, që të bëjnë një theshtat tjetër, mendojnë ata që të kalojnë një 2-3 muaj. Nuk i lemne të heqin një shkripse. Mundohen të zirën, mundohen të dalën, gjoja thonë Edi Rama e ky, do me thënë Edi Rama në burg, Sali këto janë parullat e tyre. Pra, direktori i policisë që ndodhe sot, ai çdo gjë shikon. Profesor, rikthehemi sërish live, gjithmonë jemi live me profesor Pullumpi Linçin, këtu në studion e CNA TV-s. Intervista ime parë dhe po njoftoj që shpesh tashmë do bëj disa do përpiqen ta bicikl të intervistave dhe mund të jeni ftuar im sërish se nuk mjafton koha për shumë tema dhe çështje. Megjithëse dua të them që profesori nuk pranoi ti dinte pyetjet, unë ja kërkova, i thash ne mund të nis pyetjet, më thuaj çfarë do ti, më tha jo, dua vetëm një kërkesë, kam tha live tha dhe pyet për çfarë të duash. Dhe siç e shikoni, intervista është shumë natyrale dhe komplet e pastër me profesor Pilinçin live. Profesor, jeni pro-amerikan dhe pro-investimeve. Cili është qëndrimi tuaj për situatën në Zvërnec dhe pse ka ndodhur? Zvërneci ka një histori të hidhur në kohën e regjimit komunist. Zvërneci ishte një kamp, i hithin në atë kamp e Mzdilin më djallë. Zvërneci nuk e ka askush, zotni. Zvërneci është i shtetit, është i kombit të Shqipërisë. Zvërneci është një vend strategjik për luftë. Sazani po ashtu. Pra, këto janë parrullat dhe prallat e Saliut dhe të Edi Ramës, të dy bashkë. Tani me që se më përmend Edi Ramën, po flisni për Zvërnecin, po për investimin e Alabarit në portin e Durrësit. Se atje është fal lurporti këtu në Zvërnec, pretendim pronash është. Edhe aty ishten, sepse këto i ka firmos Berisha që kur ka qenë si në Durrës, si në Zvërnec, si në Sazan. Portin e Durrësit? Këta e ka firmosur kryeministri, Edi Rama. Edi Rama të shi ka bërë. Këto kanë qenë që më para të firmosur me çështjen e Arabisë të vini për të bërë para, për të mashtruar. Pra këto janë ca gjëra që janë mashtrime. Janë bërë plane, gjoja në Durrës do bërshë një qytet më vete. Ja, ky është projekt. E pra, nuk janë të vërteta. Këtu ka qenë një që i qonin në Gropa. Ai është në këtë plan që s'janë të vërteta. Shkojmë tej. Pse nuk flet avokati i popullit për çështjet? As për protestën, as për Zvërnecin, as për Labarin. Po cili avokat? Ky Endri Shabani, që është zgjohet në Durrës. Po di cili është. Gjithë më zotni, këta janë të gjithë të Soros e janë të Sorolopos, janë të Soros. Këta Soros e ka financuar si Shell, si Lapin, si Qorin, si Berisha. Berisha ka sjell me 92% në prill është bërë Berisha president dhe në nëntor ka ardhur prerë të parë Sorua këtu. Unë kam fotot originale. Me Pilinçin flet me originalitet. Jam dakord, profesor. Pra, ky është produkt i Sorosit. I Soros e i Sorolopove. Shkojmë tej. Tani kush e pyet këtë? Ky është kot. Po kot mund të jetë kot. Po kot janë gjithë. E Saliu është kot. E dira, këtu Serbia o zotni. Këtu Serbia dhe Greqia. Shkojmë tej, profesor. Do të bëj një dy pyetje personale. Ju në përditshmërinë tuaj shiheni shpesh dhe ka interes për publikun, të lëvizni me eskort.
Pse këta eskota nuk duhet jetë një politikan sa më i thjesht? Se ja për shembull janë këto videot në Korçë me keni ndonjë kërcënim, a ju rrezikohet jeta, ka Pilinçi nuk ka kërcënim. se unë është njoh dhe për burr të fortë kështu. Nga komunikimet personale. A mor Korçar. Ka interes për publikun, ti si gjë. e kuptoj. Se kush i financon gjithë këta truproja, këto mjete? Do t'i dhe financimi. Po ta thash që në fillim që Shpresa e kombit është vullnetar çdo njeri. Barigarët ishe janë vullnetar, sepse janë shqiptar. Kanë erdhur vetë, Aja vullnetar, staf. janë të gjithë vullnetar, janë staf. Pilinçi nuk ka frikë, sepse si e Sali Berishën, Edi Ramës, unë i heq për hunde, as pyes fare për ata, po duan le flasin çik për mua, le ta hapin gojë. Pra, Pilinçi Pse nuk hapin gojë? Pilinçi ka armiq shekullor, ka tuaj. Pilinçi nuk ruhet, por Pilinçi e Është ka për kujdesje. protekt nga tuaj. Asgjë tjetër. Si mundet të ditën që zhvillohej protesta aty unit para kryeministrisë? Ato që zona që e izoluar. Si the? Ditën që ndodhi që zhvillohej protesta, Pa. ju pash që me eskortën tuaj hyt në rrugën e kryeministrisë kur ajo që zonë sigurisë së lartë e bllokuar nga garda, nga Renea, ndërkohë që kordoni sigurisë u ça dhe ju dolët në krye dhe intervistë live për mediat. Ne dualëm aty për arsye se unë e thash ne organizuam dhe shqiptarët ne kemi klikime mbi 13 milion njerëz që klikojnë. Edhe na thanë që ju organizuat, ju e njoftuat, për çfarë arsye nuk vajtëm. Dhe ne vim. kuptoj. Por e kam fjalën që pse vajtëm. Ta thashë një Jo, si u ça korridori? Ta thashë një korridori përpara. sigurisë. Pilinçi është shqiptar, është dikushi. Pilinçi ka dhënë jetën për tokën e bekuar të Amerikës, kam dhënë gjak. Familja ime edhe familja Bushit për 250 vjet ka financuar atë Amerikë, ka martuar presidentin e parë në Amerikë. Do me thënë George, më falni, presidenti i parë Washingtoni është shqiptar nga Tetova. Pra, nënën nga Tetova. Por e kam Edhe George Washingtoni është shqiptar, si George Bushi. Ky është George Bushi Edhe nga fushkruja, më thatë. Kurse presidenti i parë që unë kam gjerë dokumentat origjinale të firmosur nga ai, është shqiptar, që kur ka qenë general i parë në Amerikë. Pra, shkurtimisht është që Pilinçi nuk ruhet nga shqiptarët. Por nga gjeturat e Kemi armiq shekullor, Serbin, i heshegoj, kërkon sjellë ambasadën Serbia në Shkodër. Pra, por nuk do të sjellë dot, por megjithatë. Pra, Pilinçi le të shton këta këtu, ne do bëjmë qeverinë teknike. Pas 3 muaj do bet me president. Pra, unë nuk pyes as Edi Ramën, as Pra, Sali Berisha. qeveria që do si në ju, do jetë si qeveria amerikane, Ne jemi qeveri. e ke qeverinë teknike, Po. por do ndryshoni strukturën, pra shteti shqiptar mos ketë kryeministër dhe ministra, por president me sekretar shteti. Për 3 muaj ne Do zgjidhet nga populli apo nga populli. Ne duam për 3 muaj të ndajmë pasurit, se unë kam thënë që do marrën hotele, vila, gradis, jo pse jam këtu në televizori, ti mund të marrësh një hotel gratis me 5 yje, se nuk janë të se shqiptarë. pranoj mund ta marrun pronën e tjetrit profesor ashtu siç e kanë marrë gjyshit tim. S'u marrën këto pronë. Okej, hajde ze Kam disa teza që mund të kontestojnë jo, të lidhemi me këtë. Meqense e the, pronë kujt do marrësh? Prona s'kujt. No, Unë dua pronat që ka pasur gjyshi tim. Po më dha pronat që trashëguara në rregull. Po ti si ke marrë ato? Po dakord. A që do të jepni pronat tonë në rregull, po një minutë. Po le pronat tënde do ti marrësh. Po Si mund të marr hotelin e tjetrit që e kanë ndërtuar ti e ke Po se investuar? ka ndërtuar njeri. E ka ndërtuar Berlusconi, ka 7 hotele në Bregdet që ka vdekur. Ne kemi bërë kërkesën të BIS, ajo do kthej para. Ju nuk e dini. Çdo hotel që ndodhet në tokën e Shqipërisë nuk janë të shqiptarëve. Ja ky zotnia që zon me avion e me helikopter, që të dhjetë janë ato? Jo. Ka emrin. Pra, Të kujt janë ato bën? ato janë të ministrave, të grekëve, të francezëve, të presidentit francez. Pse e mbajti atë aty? Se mos e zuri spaku atë? Mendon që Ermal Beqiri ka lidhje me Macronin? Lidhje me Macron. Ai vetë, ha drek e dark në shtëpinë e tij. Por aman, sa tjetë Amerika. Jo Macron, jo e bie Macronit jetu.
po këtu dohet toka e Shqipërisë dhe nuk do merr 1 centimetro. Dhe këta që janë, këta do hynë burg edhe kam pak bilet. E drejt, profesor. Tani do të hymë në temën e fundit me profesorin, po shkojmë drejt fundit e emisionit. Kemi bërë një intervistë rreth 40 minuta spektakolare, me ritëm, me shumë përgjigje pyetje dhe me lajme që ka dhënë profesori, siç ditja vetëm ai. Profesor, ju do që në një video live bëni të thiri që do të rishni të zvarë pronarin e MCNTV-s Henri Meksi, djalin e ish kryeministrit Aleksandr Meksi. Jo. Tash e kishit batutë, kishit humor apo No. se Endri në Evropë, ai merret me IT-s. Bere mirë që banxore këtë djalin Meksi, që Meksin e njoh edhe kam shpëtuar shpesh herë kryeministrin Meksi. Këta na kanë nxjerrë ne në televizor, po ata le të nxjerrën Sali Berishin e çdo njeri. Po kanë të drejtë të nxjerrin, ja dhe unë të nxjerr aty në televizor. No, nuk kanë. Mund të bëj dhe kritika nesër. Jo, ti mund të bësh pyetje, por nuk mund të tallesh me mua, njeriu. Jo, patjetër, jo, dakord. Ata tallen me mua, ata janë mësuar që këtu është prapur që unë jam gazetar, thot, nëse gazetar është, nëse gabon një gjë, gazetari dënohet me burg. Pra këtu janë mësuar, unë jam gazetar, unë biça duar që jo. Me qenë se e nëzore... Fajnë e ka ky apo e ka ylli rakiti? No, me qenë se e nëzore, ta them me përyllin, me qenë se e nëzore këtë, unë kam edhe barikardën këtu që ishte, ata na kanë zirë neve, kanë bërë shaka. Barikardi bëri telefon e thot, pse më zëze mua në gojë, se ka zënë këta në gojë. Pra, ky i beri, e më thot mua, që unë që e vërteta këto nuk i shëgojë. Më thot mua të kanë zirë, majtë telefon të shumë. E bëra, unë telefon. E thash, zotni, ti më kënë zirë mua në përgoj? Po ky pas ka qenë, më mirë të shi që doli. Sa bukre që më doli. Ky është Henri Meksi. Po e di, po e një fare edhe dhe mbët. Pra, e i the më telefon, mos më zerë me në goj. Nëse ti më ze, unë të ze, tha, e të bitë qatë të dua. A i ka vënë vetëm të tia, po duhet ta veri si që kemi që zuan e komplet. Pra, mund të më jepni aty që ta publikojnë? Edhe mundet. Pra i thash, o zotni, nëse më ze, do kesh fat, do të ngelet gishti, duke që zvarë. Edhe Meksi... Nuk është kërcënim ndaj medias kjo, profesor? No, a i s'është media. Këta janë rrugaq, këta janë hajdut. Ti mazure ylli në goj. Po. Ylli në goj. Nuk kam parë një emision që një ngritur në studio keni kur live. Po kam unë jam shumë komfort me juve në këtë bisedë, dhe s'ka pse i këtë live. Unë kam vajtur Kastile. Ç'më do të thuash për ylli Rakim? Unë kam vajtur Kastile dhe ylli. Jo, zoti, këta janë gati 85 gazetar moshe yllit. Kur kam marrë më në 10-ën, këta ka veshur pardesy të bardhë. Unë kam sjell 380 pardesy të bardhë. Pra misalin, që ti vishin shenjën, këta kanë qenë në sigurimi të gjithë. Pra këta nuk janë gazetarë. Këta shkatruan Shqipërinë, 85 gazetarë që janë mosha e yllit, që unë nuk flas kot. Dakor, profesor. Unë vajta ndë ylli qëllimisht për t'ikur. Vajta me qëllim që të ndjeshe? Dhe i thash 3-4 mos se dojë. Se ylli mendon se provokon tjerë, po Pilinqin, a i si vjen dot asë në bishti. Pra, ylli ka tregtit e tyre. Ti më the mua që gazetarët dojtë mos i cëmosh. Gazetari është në Amerikë. Nëse gazetari del jashtë teme, mashtron, gjenjen, dojtë me mirë, gjë tjetër, dakor. Ylli, televizori, yllit është bërë... Po, këtë tjetëri, mi jebrin që foton e merobazës që lutë. Ja vuri e emrin yllit, besati, qa i tha, Kimeti. Ky është televizori anti-amerikan. Të lutem, jebni pak foton tjetër. Të diskutojmë tani një emër tjetër, e kam fjallin për merobazën. Ky ka pasur, biles në një intervist për më tepër që ju kini pasur në Korç, ju ka pesur një gazetare për merobazën dhe ju kini thënë në atë qëndrimin tuaj se a i ka lidhje me shikun, ka qenë shiku i gazetetes merobazë e kosë... Nuk ka të thënë shumë. Mero e gazetës tema. Ju lutem, ma silni pak atë foton e... Atëre leta përkufizëm, cili është mendimi tuaj për merobazën? Si e shikoni merobazën? Merobazën është një gazetar, besniku, edhe më mirë të them këllyshi i Sali Berishës, i ka qenë besniku i Sali Berishës, pamarësisht se Merobaza kote e fundit ka thënë që Saliu më kërcenon, këto s'janë të vërteta. Merobaza është kam mbaruar shkollën për inxhineri,
është futur në gazetari si gjithë të tjerë, se këtu gëdhijet Çoban. Ka pasur lidhje me shikun e Gazetetës në kohën e Berishës? Ka pasur lidhje? Nuk e di, por është besniku i Sali Berishës. Pa i është një kryesor të Ramës. Ai mbante Mbështet Erion Veliajn, sulmon Spakun, ju sulmon... Ai është nga Frynera, po them hapur. Ai është i mbante çantat kur vinte në Amerikë Sali Berishi, mbante valigjet. Po tani që është bërë me Edi Ramën? Është bërë me Edi Ramën, po këta që janë spionët e Ministrisë të Brendshme, këta kthehen nga të thot Ministria e Brendshme. Dhe për ta mbyllur në fund, cili është mendimi tuaj për gazetarin Carlo Bolino? Ky quhet gazetar, çfarë është ky? Ky italiani që ka ardhur këtu në vitet 90 të cak. Armiki Sali Berishës, tash Miki Ramës i Velijet. Ky gazetari, unë kam thënë dhe po them përsëri, këtu kanë ardhur boll spiona nga të gjithë vendet, edhe bën milioner. Ky gazetari që nxore, unë e njoh mirë biografinë e tij, s'dua të flas shumë, por ky gazetari hapi televizorin News 24. Ja mori Ilir Meta. Ja dha Ilir Meta? Ja dha ky Ilirit. Edhe hapi një tjetër, me gruan e tij që janë në krush me Sali Berishën, gruaja e këtij që është martuar këtu. Gruaja e Carlo Bolino është krushkje me Sali Berishën. Po ky është në gjyq me Sali Berishën, ky është në luftë, ky thotë po Berisha është armiku im i madh. Po zotin, këta bëjnë gjuhë skurziren, këta janë ti një pjate. Carlo Bolino në një pjatë me Saliu. Ti një familje. Grua e këti dhe dhëndri Sali Berishës janë kushëri. Çfarë ka këtu jo në SPAK kjo gjyqe? Jo, këto janë tëra pallavra. Për shembull me qenë se e zure punë në SPAK-ut të gjyqit, që ka marrë kur ka qenë në fabrikë më para që ka zyra tani. Po, studio. Pra, o zoti, është i paditur në SPAK për atë çështje në hetim me sa kam informuar. SPAK-u si bënte shamat e tash do t'i bëj. Pra, si do t'i bëj tani shamat? Jo. SPAK-u tash nuk ka më rrugë dalje ku vete. SPAK-u ka o arrestime, o arrestojnë të SPAK-ut. Pra që mbida me e bukur. Urdhon? Pra arsye ka me. Unë i kam deklaruar dhe i deklaruaj dhe në televizori tënd. Zoti Brau, vish këpucër. Arresto urgjent Sali Berishën, arresto urgjent zëvendës kryeministrin, sille urgjent që po bëjmë plane për atë zotnin që është në Francë, po bëjmë plane që të rri, sille sa më parë, se për ndryshe hekura do t'i viren ty Brau. Ky që e Domanit do shkojë në burg në Itali. Në Itali. Ky që mesazhi më i bukur i profesorit në mbyllje për kreun e SPAK, ne trajtuam për gati një orë shumë çështje, aktualitet politik, sqaruam kush e financon, foli për mediat, foli për zhvillimin e Shqipërisë, për ministra, për individ caktuar. Profesor, faleminderit që ishe live në nacional. Jo, të falenderoj, sukses. Dhe do gëzoj më tepër kur të shoh intelektualët që të jenë vërtet në punë në Shqipëri, do arri ka 80-50 Shqipëria pa intelektual ka qenë, me Çoben është bërë, tani do bëhet me rinin që do vinë nga jashtë, me intelektual luma i që tjetojnë në Shqipëri dhe pasurit. Çdo njeri, çdo pasuri që është marrë, do t'i kthehet të Zotit, sepse me pasuritë e pronarëve të lishëm, këta kanë vjedhur. Pra të gjitha do kem pak burgun, unë do t'u jap peshkesh, një palë kominoshe, e do t'u agrisëm, edhe 2 palë zinxhira, një në këmbët e një dorë duke punuar, që të bëhet Shqipëria. Këta e coptuan Shqipërinë. Po erdhi koha e shqiptarëve. Të rrojë Shqipëria. Faleminderit.